Dokumentimi i mizorive të regjimit jugosllav në kurrizë të shqiptarëve të Kosovës ishte kryefjala e veprimtarisë së shkrimtarit Adem Demaçi, lindur në epiqendrën e mbretërisë së Dardanis në Prishtinë, ku do të jetonte edhe ditën e tij të fundit, më 26 korrik 2018. Demaçi u bë simbol i luftës për liri dhe pavarësi i mbar Kosovës. Në tribuna ndërkombëtare i dha zë genocidit serb mbi shqiptarët për të Idrinit dhe për këtë angazhim, Parlamenti Evropian e vlerësoi në vitin 1991 me çmimin Saharov, me artikuj të publikuar në revistën letrare Jeta e Re, si dhe me romanin e titulluar Gjarprinjtë e Gjakut, vuri në lëvizje agjenturën jugoslave, e cila përgatiste 2 skenar përjashtues për fshirjen e shkrimtarit në strukturën e regjimit ose ndëshkimin e tij. Në nëntor 1958, Demaçi ra në prangat e policisë së komanduar nga qeveria autoritare e udhëhequr për Josif Titos. Për 3 vjet vuajti dënimin në akuzën e krimit politik dhe të propagandës armiqësore për motive të ngjashme. U burgos përsëri në vitet 60 dhe 70. Megjithatë, Demaçi nuk do të mungonte në punimet e Rambujës, ku kreu detyrën e zëdhënësit politik të ushtrisë çlirimtare të Kosovës.